Është përkujtuar në Kavaj 35 vjetori i demonstratës së parë antikomuniste organizuar në 25 mars 1990, një ngjarje e cila ishte pjesë e zhvillimeve demokratike në Shqipëri, duke kontribuar në rrëzimin e regjimit komunist. Shoqata mbarkombëtare 25 mars 1990, revolta e parë kundër sistemit diktatorial në Kavaj, e cila organizoi veprimtarinë përkujtimore prej 35 vitesh, këtë datë simbolike e ka përkujtuar gjithashtu dhe kontributin e familjes Rugea, ku dy vëllezërit të përkrahur dhe nga miqtë e tyre ishin pararoja e demonstratës së parë antikomuniste, është shprehur kryetari i kësaj shoqate, Recep Rugea, i cili gjithashtu falenderoi popullin e Kavajës për mbështetjen e fuqishme që dha në ato ditë të vështira. Më datën 25 mars 1990, qytetarët e Kavajës, të cilët ju përgjigjen thirrjes së grupeve antikomuniste dhe protagonistëve të familjes Rugea, mbushën rrugët dhe sheshet e Kavajës dhe dolën një demonstratë të fuqishme për të çliruar qytetin e tyre nga kthetrat e regjimit diktatorial. Demonstrata e fuqishme antikomuniste e qytetarëve të Kavajës johoi fuqishëm në të katërt anët e vendit, tha për të pranishmit e shumt pjesëmarrës zoti Rugea. Demokracia e vërtet, ajo që Imat dhe qytetarët e Kavajës dëshironin, ende nuk erdhi. Më vjen turp të them që unë jam studente drejtësie. Dhe çfarë drejtësie ka në Shqipëri? Kur qeveritarët sot bëjnë ligje për veten e tyre, dosjet e spionëve nuk janë hapur. Prona nuk ka shkuar te i Zoti. Krimet e komunizmit nuk u dënuan. Korrupsioni është më i madhi në Europë. Pensionet janë qesharake. Emigrimi është bërë rrugë pa kthim. Historinë e kanë deformuar. Dhe një shembull i tillë është edhe 25 marsi, të cilin e kanë mënjanuar. Në vend të datës simbolike të 25 marsit, kanë vendosur si ditën e Kavajës 26 marsin. 25 marsi për 35 vite e kanë sulmuar, e kanë turpëruar, e kanë hedhur në balt. Asnjëherë se kanë nderuar dhe nuk e kanë përkujtuar. Pyes veten, përse kjo heshtje sot? Ku është ai popull trim dhe liridashës, i cili protestoi dikur? Përse heshtje sot mbi padrejtësinë? Për fjalët e thëna me 26 mars, rroft Ramizalia, poshtë dinastia. Përse nuk thuhen? Përse nuk thuhet e vërteta? Protagonistët e demonstratës antikomuniste të 25 marsit të vitit 1990 në ceremoninë përkujtimore dhanë kujtimet e tyre dhe theksuan rëndësinë e kësaj dite që ndezi revoltën kundër diktaturës komuniste. Njëkohësisht, organizatorët falenderuan të gjithë të pranishmit si përfaqësues të Bashkisë Kavaj dhe nga Kosova, këtë ngjarje të madhe të vendosjes së pluralizmit politik në Shqipëri.